Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar ngjarjet më të fundit që po ndodhin me artistët shqiptar. Në fakt janë përfolur shumë, sidomos Selina dhe Gimbo, për marrëdhënien e tyre. Kam patur nga ato komente Tiron si mendon, si vazhdon marrëdhënia, a është gjithçka në rregull, a janë gjërat në rregull, apo shkon dashuria në rregull, çfarë po ndodh me këtë çift? Në fakt këto kanë qenë pyetjet të më së shumti që më kanë bëritur në redaksin time. Nga informacionet që unë kam, marrëdhënia e tyre është jashtëzakonisht e lumtur. Janë shumë okay, janë shumë të kënaqur me njëri tjetrin, po ndajnë momente të bukura me njëri tjetrin, sidomos edhe mbrëm që ishin gjatë festës së Tajnës. Do të thënë Tajna kishte përzgjedhur që të fton Selinën dhe Mateon, Selinën dhe Gimbon, falni, në festën e saj, kështu që unë pash një marrëdhënie korekte, pash një Gimbo i cili është shumë i afërt shpirtërisht me Selinën, pash një Selina që vërtet është shumë e lumtur, do me thënë një dashuri shumë korekte, nuk është nga këto dashurit që përdoret për rrjete sociale, nuk është nga këto dashurit që përdoret për klikime, do me thënë është një koherencë e vërtet, është një dashuri e vërtet që merr një vëmendje të madhe nga publiku shqiptar. Selina është shumë e lumtur, tepër e gëzuar, tepër happy, gjithashtu edhe Gimbo shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar. Do me thënë që të dy realisht ishin të lumtur me njëri tjetrin. Sonte Selina dhe Gimbo postojnë projektin e tyre të parë, një projekt i cili është në fakt i Rezarta Shkurtës, kënga DJ, një këngë e kthyer remake, e punuar me videoklip, domethënë kemi parë që kanë punuar një videoklip të jashtëzakonshëm, një pjesë ishte e punuar në Bregdetin shqiptar dhe një pjesë tjetër është e punuar brenda në studio. Selina me patjetër që është e shkëlqyeshme, sepse Selina ka lindur për gjëra të tilla, është edhe balerin, por në anën tjetër, do me thënë kemi dhe një Gimbo shumë profesional. Ka një pjesë ku të dy kalërojnë, por është edhe një pjesë brenda studios, në një studio e përzgjedhur me ngjyrën e kuqe dhe në mes pajisjet e një DJ-t ku Gimbo luan edhe rolin e DJ-t. Sonte do të lançohet kënga e tyre, kështu që mbrëm me patjetër që ishin të lumtur sepse ndoshta kishin dhe këtë manifestimin e projektit të tyre të radhës, një projekt që siç duket do të mbërthej publikun për ekranin. Kënga do të lançohet në kanalin zyrtar të Gimbos në YouTube, kështu që ne do të kemi fatin ta ndjekim dhe ta shijojmë këtë projekt të jashtëzakonshëm.